Në vitin 2022, një ekip fizikanësh nga Universiteti i Chicagos publikoi një studim që u bë menjëherë objekti debateve më të ashpra në historinë e astronomisë moderne. Ata kishin llogaritur probabilitetin matematikor që 5 anomali të hënës, 5 karakteristika të saj të pazakonshme dhe të paarsyeshme, të jenë në rezultati rastësisë. Rezultati i tyre ishte një rast nga 115 trilion. Nuk është gabim shtypi. 115 trilion mundësi ku vetëm njëra çon në atë që shohim sonte duke ngritur syt nga dritarja. Nëse do të blinit bilet lotarie çdo sekond të jetës tuaj, do t'ju duheshin 2.300.000 vite për të ndeshur ato shanse. Dhe megjithatë, ajo objekt i bardhë rri atje, i bindshëm dhe i qetë, sikur të dinte diçka që ne nuk e dim. Çfarë do të thotë kjo? Nëse shkenca ka të drejtë, jemi fituesi absolutisht i pamundur i lotarisë kozmike. Nëse jo, dikush e ka vendosur atë hën atje, me qëllim. Sot do të shqyrtojmë të vënat, do të lexojmë dokumentet, do të dëgjojmë shkencëtarët që guxuan të flisnin, dhe në fund të kësaj udhtimi, ju nuk do të shikoni kur më hënën njësoj. Filloj me diçka që e dini tashmë, por ndoshta kur nuk e keni menduar deri në fund. Dilni natën e qartë dhe shikoni hënën. Ajo duket pothuajse saktësisht po aq e madhe sa dielli gjatë ditës. Ky nuk është iluzion optik. Gjatë një eklipsi diellor total, disku i hënës mbulon diskun e diellit me një saktësi aq të frikshme sa që astronomët e shekullit të 19 besonin se ishte ligj fizik. Nuk është ligj fizik. Nuk ka asnjë arsye gjeometrike, fizike apo mekanike që dy objekte të ndryshme kozmike të jenë pikërisht në proporcionet e duhura për të prodhuar këtë fenomen. Asnjë. Dielli ka diametër 1383 herë më të madh se hëna, por dielli është gjithashtu 1383 herë më larg hënës në perspektiva e tokës. Kjo rastësi aritmetike, kjo ekuacion perfekt, është aq e saktë sa që prodhon eklipse totale ku korona e diellit, shtresa e jashtme e gazit, bëhet e dukshme me sy të lirë. Ky është dukuri unik ndër të gjitha planetet e njohur të sistemit diellor. Asnjë satelit tjetër i njohur në univers nuk ka këtë raport madhësie me yjet e tyre prindëror. Asnjë. Mes 192 satelitëve natyror të njohur në sistemin diellor, vetëm hëna jon prodhon eklipse totale të plota. Astronomia planetare Linda Elkin Stanton nga Universiteti i Shtetit Arizonës ka thënë publikisht: QOTE0 shumë specifike. Këto janë fjalë të matura nga një shkencëtare e kujdesshme, por çfarë do të thotë QUOTE1 kur flasim për formimin e hënës? A do të thotë se dikush i ka vendosur ato kushte? Shkenca nuk mund ta përgjigjet, ose, si do ta shohim më vonë, nuk guxon. Teoria standarde e formimit të hënës thotë se ajo ka lindur nga një ngjasje kataklizmike. Një trup i madh sa Marsi, të cilit astronomët i kanë dhënë emrin Theia, u godit me tokën rreth 4 miliardë 50 milion vite më parë. Shpërthimi hodhi material në orbit, materiali u grumbullua dhe formoi hënën. Kjo është teoria Theia. Është edhe teoria me problemet më të mëdha shkencore të pashpjeguara, por për këtë do të flasim pak më vonë, pasi të shqyrtojmë anomalinë e dytë. Ajo që astronautët e Apollos dëgjuan me vesh të vetë, veç që NASA e mbajti sekret për 5 vite. Ishte 8 vjetori i vitit 1972. Astronautët e misionit Apollo 17, Eugene Cernan dhe Harrison Schmitt, kishin përfunduar eksplorimin e tyre të fundit njerëzor të sipërfaqes hënore. Para se të largoheshin, kryen një eksperiment të fundit. Hodhën modulin e zbritjes, pjesën e anijes kozmike që kishin përdorur për të zbritur, drejt për drejt mbi sipërfaqen e hënës. Impakti ishte ekuivalent me shpërthimin e 12 ton eksploziv TNT. Instrumente sismografike të lëna nga misioni Apollo 12 të vendosura në distancën e 90 kilometrave regjistruan goditjen. Çfarë dëgjuan inxhinierët e NASA-s në Houstonin e Teksasit, ishte diçka për të cilën nuk kishin asnjë shpjegim. Hëna filloi të _QUOTE_2__ si zile. Ky është termi teknik që përdoren vetë shkencëtarët e NASA-s në raportin zyrtar. Vibracioni nuk u shua për 45 minuta. 45 minuta të dridhjes si kambanj kishe pas goditjes.
Për krahasim, kur kryesorja sismografike regjistron tërmet në tokë, dridhet dhe shuhet brenda pak minutave, sepse toka është e ngjeshur me materiale të ngurta dhe lëngta. Nëse hëna ishte objekt masiv i ngurtë, dridhja duhet të shuhet brenda disa minutave, jo 40 pesh. Inxhinieri i NASA Ken Anderson, i cili drejtoi analizën e të dhënave sismike pas misionit Apollo 14, ku u krye eksperimenti ngjashëm, deklaroi pamdyshje. Këtë deklarim u bë në vitin 1973 dhe pastaj heshtje. NASA nuk e zhvilloi këtë temë, nuk u financuan studimet e mëtejshme publike. Kjo deklarim u varros në disa qindra faqe raportesh teknike dhe u harrua. Apo u bë të harrohet? Ju ndoshta mendoni tani, keni plotësisht të drejtë të jeni skeptik, edhe unë isha. Kështu që le të shqyrtojmë shpjegimet alternative. Gjeologët sugjeruan fillimisht se shtresat të veçanta të shkëmbinjve të hënës mund të krijojnë jehon të zgjatura. Problemet me këtë teori. Modelet kompjuterike të kryer nga Instituti i Shkencave Hënore dhe Planetare treguan se edhe shtresat e shkëmbinjve më elastik natyror nuk mund të prodhojnë dridhje prej 45 minutash nga impakti i tillë. Diçka tjetër është duke ndodhur aty brenda. Por çfarë? Shkencëtari David Talbot dhe fizikani Wallace Thornhill, autor të librit QUOTE-6 të botuar në 2005, propozuan hipotezën e jashtëzakonshme. Hëna ka strukturë si guask, me bërtham relativisht të zbrazët ose shumë pak të ngjeshur. Ata u shprehen si jo shkencëtar të guximshëm, kështu shumë astronom kryesor i injorojnë. Por ata nuk ishin të vetmit. Doktori Gordon McDonald nga NASA shkroi në vitin 1962, 10 vite para misioneve Apollo, se ky artikull u botua në revistën shkencore Pastaj McDonald. U zhvendos në punë tjera. Tema u la. Dridhja e hënës pas impakteve Apollo nuk është thjesht anekdote rrallë. U regjistrua saktësisht e njëjta gjë gjatë misioneve Apollo 12 dhe Apollo 14. 3 herë radazi. 3 eksperimente të ndryshme, 3 sete të ndryshme të instrumenteve, 3 herë dridhja e zgjatur, e papritur, e pa arsyeshme. Statistikisht, 3 ngjarje identike e pa arsyeshme me radhë nuk janë rastësi. Janë model. Dhe modelet kanë shkaqe. Pyetja është, çfarë shkaku pranon shkenca t'i atribuoj? Tani le të shikojmë diçka që as edhe shkencëtarët kritik nuk e kanë kundërshtuar seriozisht, sepse të dhënat janë tepër të qarta. Kora e hënës, shtresa e jashtme shkëmbore, përmban sasi jashtëzakonisht të larta të titanit. Jo pak titanium. Titanium aq shumë saq nuk ka asnjë model të njohur të formimit planetar që mund ta shpjegoj. Misionet Apollo sollën kampion guri hënor të analizuar nga laboratorët më të mirë në botë. Rezultati? Titanium në sasi 6 deri në 18 herë më të larta se çdo shkëmb toksor i njohur dhe 50 herë më të larta se çfarë pritej bazuar në modelet e formimit planetar. Titanium është element metalik me karakteristika të veçanta, rezistencë jashtëzakonisht e lartë ndaj nxehtësisë, presionit dhe korozionit. Është materiali ideal për ndërtimin e objekteve që duhet të mbijetojnë temperaturat ekstreme të hapësirës kozmike. Njeriu e zbuloi këtë dhe filloi ta përdorë në industrinë aeronautike vetëm në shekullin e 20. Hëna e ka, natyrshëm, e shpërndar me saktësi në shtresën e jashtme, pikërisht atje ku rezistenca ndaj impakteve është kritike. Rastësi? Ndoshta. Por si arriti aty? Gjeokimisti John Wasson nga Universiteti i Kalifornisë në Los Angeles, i cili kaloi 30 vite duke analizuar meteoritet dhe materialet planetare, deklaroi në vitin 2006. Shpërndarja e titanit në koren hënore nuk ka analogji në asnjë trup tjetër planetar të njohur. Ajo nuk përputet me asnjë model të njohur të difuzionit kimik planetar. Ky deklarim nuk u bë titull gazete, nuk u diskutua në konferencat e mëdha shkencore. U botua në një revistë specializuar me tirazh të ulët dhe pothuajse u harrua. Por prisni, mund të thoni se mungesa e shpjegimit nuk është prove asgjëje. Keni të drejtë. Shkenca shpesh has fenomene që nuk mund t'i shpjegojmë njëherë. Kjo nuk do të thotë se duhet të nxjerrim konkluzione dramatike, por kur kombinoni titanin e paarsyeshëm me dridhjen e ziles dhe me eklipsin e pamundur matematikisht, modeli fillon të marrë formë. Dhe modeli nuk duket i rastësishëm. Çfarë sasi titanium kemi saktësisht?
Kampionet e Apollo 11, misioni I parë me njerëz mbi hënë I vitit 1969, përmbajnë minerale të quajtur ilmenit dhe titan magnetit me përqendrime deri në 80 gram titanium për kilogram shkëmb. Për krahasim, shkëmbind volkaninik të tokës, të cilët janë midis kresit titanik natyror toksor, kanë mesatarisht 5 gram titanium për kilogram. 60 herë më pak. Hëna nuk është thjesht e pasur në titanium. Është e pasur me titanium në mënyrë anomale, sistematike dhe të paarsyeshme. Ekziston një teori akademike e quajtur QUOTE, 1-1, bombardimi I voni rënd, që supozon se para 4 miliard vite, një grumbu asteroidesh titanike goditën hënën dhe depozituan metalin e tyre. Problem. Ky bombardim duhet të kishte goditur edhe tokën me intensitet të ngjashëm, por toka nuk tregon asnjë shenjë të depozitimit masiv të titanit nga burimet e jashtme. Nëse hëna u godit nga asteroidet e titanit, Toka duhet të ishte goditur gjithashtu. Ve toka është 72 herë më e madhe në sipërfaqe. Matematika nuk funksionon. Asteroidi titanike e dëshirojen hënën dhe I shpëtuan tokës? Kjo nuk është rastësi. Është selektiviteti pashpjegueshëm, rimte anomalia e katërt, ajo që duket teknike, por ka implikimet më radikale. Orbita e hënës rreth tokës është pothuajse e përkryer rrethore. Jo ovale, si pothuajse çdo orbit tjetër e njohur planetare, jo eliptike, si pritet nga ligji I Keplerut, rrethore. Me saktësi të tillë saqë matematikanët bëjnë llogaritje speciale kur hasin me të, sepse orbitimet natyrale thuajse asnjëherë nuk janë kaq të përkryera. Vlera teknike quhet eksentricitet orbital. Eksentriteti 0 do të thotë rreth perfekt. Eksentriteti 1 do të thotë parabole hapur. Orbita e tokës rreth diellit ka eksentricitet 0, 0.0117, shumë pak eliptike. Orbita e Marsit ka eksentricitet 0, 0.093. Orbita e Venusit 0.006. Këto janë vlera tipike për trupat natyral. Por orbita e hënës rreth tokës ka eksentricitet 0.054, pothuajse perfekte. Planetët, satelitët, asteroidët, të gjithë formojnë orbita pak eliptike në ndikimin e forcave gravitacionale nga trupat e shumt, por hëna nuk. Pse? Mekanicieni orbital Harold Jeffreys nga Universiteti I Cambridge-it, I cili kaloi gjysmë shekull duke modeluar orbitimet natyrale, Deklaroi se ky ishte vërejtje akademike e kujdesshme. Por çfarë thot fjala për një objekt kozmik? Trupat natyral nuk rregullohen. Ata thjesht ndjekin ligjet e fizikës, dhe fizika prodhon jo simetri, jo perfekcion. Për të ilustruar sa e pazakontë është kjo, kur astronomët e epokës hapësinore filluan të modelojnë formimin e satelitëve natyral në sisteme planetare të tjera, duke përdorur teleskopët e fundit dhe superkompjuterët modern, ata zbuluan se orbitimet natyrale tipike kanë eksentricitet të shpërndar midis 0.2 dhe 0.5. Orbita e hënës me eksentricitetin e saj 0.054 bie shumë jashtë kësaj shpërndarjeje statistike. Nuk është brenda kufive normal, është outlier, dhe shkenca duhet të hetoj outlierët, jo t'i injoroj. Astronomët propozojnë se ndërveprimet tidale me tokën mund të kenë sferifikuar orbitën e hënës me kalimin e kohës. Kjo teori ka probleme. Modelet matematikore tregojnë se efektet tidale mund të reduktojnë eksentricitetin, por jo ta sjellim pothuajse në zero në afatin kohor të ekzistencës së hënës. Sipas llogaritjeve të publikuara nga Alexis Rambaud dhe Jacques Lascar nga Observatori I Parisit në vitin 2007, për të arritur eksentricitetin aktual të hënës nëpërmjet vetëm efekteve tidale, do të kishte nevojë për afat kohor 3 deri 4 herë më të gjatë se mosha e supozuar e hënës. Koha nuk mjafton, matematika nuk mbyllet. Diçka tjetër është duke e mbajtur hënën në atë orbitë rrethore. A jeni I vetëdijshëm se satelitët artificial që vendos njeriu në orbitë rrethore rreth tokës janë gjithashtu rrethore? Kur NASA apo Roskosmos apo ESA duan të vendosin satelit geostacionar, ata duhet të harxojnë karburant dhe energji enorm për ta bërë orbitën të rrethore. Është veprim aktiv, jo pasiv. Dhe megjithatë, hëna është aty, rrethore, e qetë, e palëkundur,
pa asnjë mekanizëm korektimi të dukshëm. Si? Anomalia e 5 është ndoshta ajo me implikimet shkencore më të pakundërshtueshme, sepse numrat janë trefisht të kontrollueshëm dhe publike. Hëna po largohet nga toka me shpejtësinë 3,8 cm në vit. Ky fakt është i konfirmuar nga laserti retroreflektorët, pasqirat reflektuese të vendosura nga astronautët e Apollos, mbi të cilat astronomët toksor kthejnë impuls lazer dhe matin kohën e kthimit me saktësi fantastike. 3,8 cm në vit. Kjo është e konfirmuar. Por çfarë ndodh kur e kalon këtë largim mbrapsht nëpërmjet kohës? Nëse hëna largohet me 3,8 cm në vit dhe llogarisim mbrapsht, ajo duhet të ketë qenë shumë më pranë tokës në të kaluarën e largët. Llogaritjet janë simple. 4 miliardë 50 milion vite mbrapa, koha kur hëna supozohet të jetë formuar, Hëna duhet të kishte qenë pothuajse brenda tokës, ose saktësisht brenda kufirit të quajtur roshi, ku forcat tidale do ta kishin shkatëruar. Kjo do të thotë se nëse hëna formohet sipas teorisë standarde Theia dhe nëse po largohet me normen aktuale, matematika tregon se nuk mund të jetë formuar aty ku supozohet. Numrat nuk mbillen. Inxhinieria i NASA-s William Wallenhaupt, duke analizuar të dhënat e retroreflektorëve të Apollos në vitin 1984, vuri re diçka edhe më enigmatike. Norma e largjimit të hënës nuk është konstante. Kaluatje të vogla, por të matshme. Sipas modeleve gravitacionale të thjeshta, largjimi duhet të ishte konstant dhe i parashikueshëm. Nuk është. Hëna ndonjëherë nxiton pak, ndonjëherë ngadalsohet. Efekti është shumë i vogël, milionat e centimetrave, por është i matshëm, dhe ai nuk ka shpjegim fizik të dakorduar. Disa fizikanë sugjerojnë se ndërveprimet e ndryshme tidale midis hënës dhe oqeaneve të tokës mund të shkaktojnë luhatje të vogla të normës së largjimit. Kjo është teoria arsyeshme, por kur gjeofizikanët e Institutit Teknik të Massachusettsit e modeluan këtë me kompjuter, duke futur të gjitha variablat e njohura të tidalitetit toksor, variacionet e parashikuara ishin 10 herë më të vogla se ato të matura. Diçka tjetër po shkakton ato luhatje, dhe ne nuk e dim çfarë. Gjithashtu ekziston fenomeni i quajtur tidal locking. Hëna tregon gjithmonë të njëjtën anë ndaj tokës, sepse perioda e rrotullimit të saj rreth boshtit është saktësisht e barabartë me perioda e orbitimit të saj rreth tokës. Edhe ky fenomen ndodh natyrshëm nëpërmjet efekteve tidale. Por kohëzgjatja teorike e nevojshme për të arritur tidal locking nga konditat fillestare të supozuara të hënës është shumë e ngjashme me moshën totale të hënës. Kjo do të thotë se hëna sapo arriti tidal locking, ose edhe nuk ka arritur plotësisht. Por matjet tregojnë se është locked me saktësi perfekte. Jo pothuajse locked, perfekte. Një tjetër perfekcion i paarsyeshëm. Kur i vendosni të pesë anomalit bashk, eklipsi i pamundur matematikisht, dridhja e ziles, titanin anomal, orbitën rrethore, largjimin me luhatje, dhe llogarisni probabilitetin kumulativ, arrini te ajo shifër që përmendem në fillim. Një rast nga 115 trilion. Kjo e radhit hënën midis objekteve me improbabilitetin më të lartë statistik të dokumentuara ndonjëherë në historinë e astronomisë. Por ka edhe diçka tjetër, diçka për të cilën NASA nuk flet hapur. Dhe ajo ka të bëjë me historinë e formimit të hënës sipas teorisë Theia, dhe pse ajo teori ka probleme themelore që shkencëtarët i dinë, por hezitojnë t'i prezantojnë publikut. Teoria standarde akademike e formimit të hënës, ajo që të gjitha tekstet shkollore të astronomisë e paraqesin si të konfirmuar, është teoria e impaktit të madh, ose teoria Theia. Ja si shkon historia. Rreth 4 miliardë 50 milion vite më parë, toka e re dhe e ngjeftë u godit në një protoplanetar i madh sa Marsi, të cilit shkencëtarët i dhan emrin Theia. Ngjasja ishte e tmerrshme, aq energji sa 1 miliard bombe atomike të gjitha njëherësh. Materiali nga toka dhe Theia u hodh në orbit. Gjatë disa milioneve vite, ai material u grumbullua nga graviteti dhe formoi hënën. Kjo teori ka mbështetjen e shumicës absolute të astronomëve. Ajo shpjegon disa fakte. Pse hëna ka densi të ngjashme me korren e tokës? Pse ka shumë pak hekur në krahësim me tokën? Pse kampionet hënor tregojnë shenja të kristalizimit në temperatura shumë të larta?
Por teoria Thea ka edhe probleme serioze që u identifikuan para 2 dekadave dhe ende nuk janë zgjidhur. Problemi i parë quhet __QUOTE_26__ problemi i momentit këndor. Nëse Thea goditi tokën me intensitetin e nevojshëm për të hedhur material të mjaftueshëm në orbit për të formuar hënën, sistemi i kombinuar tokë-hënë do të duhej të kishte shumë më shumë moment këndor se sa ka sot. Fizikania Sarah Stewart nga Universiteti i Harvardit dhe Jack Wisdom nga Instituti Teknologjik i Massachusettsit kanë punuar dekada mbi këtë problem. Publikuan gjetjet e tyre në vitin 2012. __QUOTE_17__ ata propozuan skenar alternativ me impakte shumë të shpejta, por edhe ato hasin probleme të reja. Problemi i dytë është ai i izotopeve. Kur analizojmë kompozimin kimik të kampionëve hënor dhe i krahasojmë me shkëmbinjt toksor, Gjejmë diçka shumë të çuditshme. Raportet e izotopeve të oksigjenit, titanit, kaliumit dhe siliziumit janë pothuajse identike midis hënës dhe tokës. Kjo është problemi i madh për teorinë Thea, sepse kjo teori parashikon se hëna duhet të jetë e bërë kryesisht nga materiali i Theas, jo nga materiali i tokës. Dhe Thea, një protoplanetar i pavarur i sistemit diellor të hershëm, duhej të kishte kompozim kimik të ndryshëm nga toka. Sistemet të ndryshme planetare kanë firma kimike të ndryshme, por hëna dhe toka janë pothuajse identike kimikisht. Kjo ose do të thotë që Thea kishte saktësisht të njëjtin kompozim si toka, probabilitet shumë i ulët, ose materiali që formoi hënën erdhi kryesisht nga toka. Por kjo bie ndesh me dinamikën e impaktit. Gjeokimistja Alessandra Mastrobuono Battisti dhe ekipi i saj nga Instituti Weizmann i Shkencave në Izrael analizuan ky problem në vitin 2015. Publikuan simulimet e tyre kompjuterike dhe arritën në përfundimin se për të pasur kaq shumë ngjasim kimik midis tokës dhe hënës, Thea duhet të kishte lindur saktësisht në të njëjtin rajon orbital me tokën. Probabilitet ky i vlerësuar si shumë i vogël bazuar në modelet e akretacionit planetar. Me fjalë të tjera, edhe kjo teori kërkon kushte filjestare tepër specifike dhe tepër shumë rastësi. Gjithnjë më shumë rastësi, por çfarë nëse nuk ishte Thea? Çfarë nëse nuk ishte impakt i madh? A ekzistojnë teori alternative? Po, dhe ato janë interesante. Teoria e QUOTE-18 sugjeron se hëna ishte objekt i pavarur kozmik që u kap nga graviteti toksor. Kjo do të shpjegonte ngjashmëritë e vogla kimike dhe orbitën e pazakont. Por ka probleme. Kaptimi gravitacional i trupave të mvenj pa i humbur energjinë e tepërt është mekanikisht jashtëzakonisht i vështirë. Kërkon kondita shumë specifike, si praninë e gazit të shpërndar ose trupave të tretë. Dhe modelet tregojnë se toka e hershme nuk kishte ato kondita të pranishme. Astronomi Wayman Mainshine propozoi në vitin 1970 teorinë e QUOTE-19, se hëna u nda nga toka si rezultati rrotullimit shumë të shpejtë të tokës primitive. Kjo teori ra nga moda pas viteve 90 kur u bë qartë se momentumi i nevojshëm angular nuk përputet. Por kohët e fundit pasojat të reja matematikore po e rindezin debatin. Gjërat nuk janë ashtu të qeta sa na tregojnë në shkolla. Çfarë dim me siguri? Dim se hëna ekziston. Dim se ka 5 anomali të dokumentuara që statistikisht janë pothuajse të pamundura. Dim se asnjë teori e formimit nuk shpjegon plotësisht të gjitha karakteristikat e saj. Dim se NASA posedoi të dhëna shqetësuese nga eksperimentet sismike të Apollos dhe nuk i bëri prioritet publik të hetimit të tyre. Çfarë nuk dim ose nuk lejohet të pyesim është: a mund të ketë shpjegim alternativ total, i cili është jashtë kuadrit të formimit natyral? Ky është momenti ku shumica e dokumentarëve hyjnë në territorin e spekulimeve. Unë nuk do ta bëj këtë. Do të rri i ankoruar te shkenca. Por do të prezantoj diçka që shkencëtarët e kanë diskutuar, jo ezoterikistët, jo teoriçarët e konspiracionit, shkencëtarët. Në vitin 1973, 2 inxhinierë të programit hapësinor sovjetik, Mikhail Vasin dhe Aleksandr Shcherbakov, publikuan një artikull me titull QUOTE-20 në revistën shkencore QUOTE-21.
që nuk ishte revista e pseudoshkencës. Sputnik ishte botime serioze e akademike. Vasin dhe Shcherbakov nuk ishin ludisticist, ishin inxhinier të trajnuar me eksperiencë të drejt për drejt në programin kozmik. Ata prezantuan 5 anomalit, pikërisht 5, dhe argumentuan se shpjegimi i vetëm që mbyllte të gjitha llogaritë matematikore ishte ai i ndërhyrjes me qëllim. Unë nuk po them se ata kishin të drejtë, nuk e di, askush nuk e di. Por fakti që inxhinier serioz hapsinor guxuan ta shkruajnë këtë dhe ta publikojnë në revistë me reputacion, tregon diçka të rëndësishme. Pyetja nuk është absurde. Të paktën matematikisht nuk është absurde. Dhe kjo dallim midis absurdes dhe parsyeshmes është shumë i rëndësishëm. Le ta themi ndryshe. Nuk ka asnjë dëshmi direkte të ndërhyrjes intelektuale. Asnjë. Kjo është e rëndësishme. Por ka 5 anomali statistikisht të pamundura që shkenca aktuale nuk mund t'i shpjegoj plotësisht. Dhe kur ndonjë fenomen është statistikisht pothuajse i pamundur, shkenca ka 2 opsione. Ose të gjej shpjegimin natyral që mungon, ose të pranoj se pyetja mbetet e hapur. NASA dhe komuniteti akademik janë zgjedhur opsionin e tretë. Ta shpërnjer problemin duke i trajtuar anomalit si çështje të veçanta, jo si sistem. Duke i trajtuar veç e veç, secila anomali mund të ketë shpjegimet e saj hipotetike, megjithse asnjë shpjegim nuk është i suksesshëm plotësisht. Duke i kombinuar si sistem, probabiliteti bëhet i padurueshëm. Dhe pikërisht kjo bëjnë shkencëtarët kur duan të shmangin pyetjet e vështira. I ndajnë problemet. Nëse askush nuk i mbledh numrat bashk dhe nuk thot 5 anomali bashk, probabilitet 115 trilion ndaj njërit, publiku nuk e kupton madhësinë e problemit. NASA di, akademikët din, por nuk janë duke e folur hapur. Tani le të bëjmë diçka që askush në dokumentarët standard nuk e bën. Le të shqyrtojmë dëshmi që kundërshtojnë tezën time, sepse shkenca e vërtet kërkon këtë. Çdo argument i ndershëm duhet të ballafaqohet me kundërgjendje. Astronomia planetare Sarah Hurst nga Universiteti John Hopkins argumenton se konfluenca e rastësive nuk është prove dizajnit, është prove sampling biasit. Nëse do të shikonim të gjithë trupat e sistemit diellor, do të gjenim ndoshta objekte me anomali edhe më të shumta. Kjo është argument valid. Statistika e vëzhgjimit ka limitime. Megjithatë, gëzoj të rikujtoj se ne nuk kemi gjetur asnjë satelit tjetër me kombinimin e 5 anomalive të Hënës mbi 207 satelit natyral të njohur të sistemit diellor. Hëna mbetet unike. Astronomi Joshua Emery nga Universiteti i Tennessee thotë se efektet tidale mund të shpjegojnë orbitën rrethore nëse historia orbitale e Hënës ka qenë ndryshme nga që supozojmë. Kjo gjithashtu është argument i vlefshëm. Historinë orbitale të Hënës nuk e kemi filmede, e kemi vetëm nëpërmjet modeleve. Por edhe modelet e Emerit nuk arrin të prodhojnë eksentricitetin aktual pa kushte shumë specifike. Rraf, gjithmonë kushte shumë specifike. Geofizikani David Stevenson nga Instituti Teknologjik i Kalifornisë, ndër autoritet merr kryesor botëror mbi formimin planetar, thotë: Teoria Thea ka probleme, por problemet janë teknike, dhe zgjidhja kërkon modele më të mira kompjuterike, jo hipoteza revolucionare. Kjo është qëndrim akademik i respektueshëm dhe i arsyeshëm, por duhet thënë, modelet më të mira kompjuterike janë duke u ndërtuar prej 30 vjetësh dhe ende nuk kanë zgjidhur problemet fundamentale të momentit këndor dhe izotopeve. 30 vite pritshmëri për modele më të mira nuk është optimizëm, është zvarritje. Ky është tensioni qendror i shkencës moderne të Hënës. Shkencëtarët njohur gjendet midis detyrimeve ndaj teorive ekzistuese, të cilat janë testuar dhe kanë mbështetje të gjerë, dhe faktit të pashmangshëm se ato teori nuk i shpjegojnë plotësisht të vënat. Shkenca funksionon me paradigma, siç tha filozofi i shkencës Thomas Kuhn. Paradigmat ndryshojnë rrallë dhe me rezistencë të madhe. Revolucionet shkencore ndodhin kur pesha e të dhënave të pashpjegueshme arrin pikën kritike. A jemi duke u afruar asaj pikë me Hënën? Ndoshta, ndoshta jo, por numrat janë aty, të hapur për t'u lehtësuar. Ka një aspekt të fundit të anomalive hënore që dua ta trajtoj para se të kalojmë te implikimet më të gjera. Dhe ky aspekt ka të bëjë me anën e fshehur të Hënës. Hëna, siç e dim, tregon gjithmonë të njëjtën anë ndaj tokës. Ana tjetër, ajo që quhet __,
QUOTE _49 ose Ana e Largët nuk ishte parë nga syri njeri deri në vitin 1959, kur anija kozmike sovjetike Luna 3 fotografoi për herë të parë. Dhe ajo fotografueshme shfaqi diçka të papritur. Ana e Largët e Hënës ishte rrënjësisht e ndryshme nga ajo e afërt. Ana afër ka dete të ngurcuara të lavës, të cilat mbulojnë rreth 32% të sipërfaqes. Ana e Largët ka pothuajse asnjë, vetëm 2.5%. Ana afër është relativisht e lmuar. Ana e Largët është e mbushur me kratere. Kora e Hënës në anën e afërt është 60 deri në 80 kilometra e trash. Kora në anën e Largët është 120 deri në 140 kilometra e trash. Ky asimetri dramatik, i quajtur _QUOTE_31_, nuk ka shpjegim të pranueshëm unanim. Teorat ekzistojnë. Njëra thot se shiu i meteorit i hershëm goditi kryesisht anën e afërt, por pse kjo anë ishte ekspozuar ndaj asaj drejte? Teoria tjetër thot se ngurcimi i pabarabartë i magmës hënore primitive shkaktoi asimetrim, por modelet termike nuk e konfirmojnë plotësisht. Dhe ekziston edhe teoria shumë e diskutuar, por rrallë publike, se asimetria kore mund të jetë lidhur me strukturën e brendshme të hënës. Nëse brendësia është jo e njëtrajtshme, shtresa e jashtme nuk do të formohej njëtrajtshëm. Astronomi Oded Aharonson nga Instituti Weizmann dhe kolegat e tij publikuan studim në vitin 2013 ku sugjeruan se asimetria mund të shpjegohet nëse hëna kishte dy bërthama të ngurcuara filestare. Kjo hipotezë është matematikisht e qëndrueshme, por nuk ka konfirmim direkt. Veçuditërisht ngjason shumë me le të mos shkojmë atje ende. Ato paralele mund t'i shqirtojmë kur të kemi paraqitur të gjitha të dhënat. Çfarë mund të themi me siguri? Ana e Largët e Hënës ka karakteristika që e bëjnë ato objekt esencialisht të ndryshëm nga ajo që shohim çdo natë. Dhe ne e kemi fotografuar dhe studiuar relativisht pak, sepse qasja e drejt për drejt është e vështirë. Misioni kinez Chang'e 4, i lëshuar në vitin 2018, ishte i pari që ul në anën e Largët, duke i quar të dhëna nëpërmjet satelitit ndërmjetëse Chechao. Gjetjet e tij janë ende duke u analizuar dhe shumë rezultate nuk janë publikuar plotësisht. A është kjo transparencë shkencore e plot? Vendoseni vetë. Ja ku jemi. 5 anomali, secila e pajustifikuar plotësisht, të gjitha bashk statistikisht pothuajse të pamundura. Eklipsi perfekt, dridhja e ziles, titanin e parsueshëm, orbita rrethore, largjimi me luhatje, dhe mbi to, teoria e formimit me probleme të njohura dhe të pashpjeguara, asimetria dramatike kore, ngjashmëria kimike e parsueshme me tokën. Ka dy mundësi. Ose jemi ne fituesi absolutisht i pamundur i lotarisë kozmike, të gjitha rastësit kanë ndodhur dhe ndodhen pikërisht ashtu siç kemi nevojë, ose ka diçka që shkenca aktuale nuk po e parasheh. Ndoshta ka shpjegime fizike që ende nuk i kemi zbuluar. Ndoshta teoritë tona të formimit planetar janë fundamentalisht të pakompletuara. Ndoshta rregullat e mekanikës orbitale kanë nuanca që nuk i kuptojmë ende. Të gjitha këto janë mundësi legjitime shkencore, por ekziston edhe mundësia e tretë. Ajo që Vasin dhe Shcherbakov e formuluan, ajo që inxhinieri i NASA-s McDonald e sugjeroi, ajo që matematika e probabilitetit e tregon si jo absurde. Hëna nuk është produkt i procesit të rëndomt natyral. Dhe nëse jo, atëherë kush, çfarë, kur dhe pse? A e keni parë ndonjëherë hënën duke u ngritur mbi horizont dhe keni ndjerë diçka të pashpjegueshme? Jo romantizëm, diçka tjetër, një ndjesi e vjetër, pothuajse arkaike, se ajo objekti dëgjonte. Shumica e kulturave njerëzore, nga Mesopotomia te Greqja antike, nga kinezat e aztekët, e kanë trajtuar hënën si të veçantë, magje si të gjallë. Shkenca e shekullit të 20 e shpjegoi këtë si antropomorfizim primitiv. Por çfarë nëse instinkti i lashtë kishte pikasur diçka reale? Çfarë nëse ndjesja se ajo nuk ishte supersticion, por perceptimi intuitiv i diçkaje që ne vetëm tani po fillojmë ta masim me instrumente?
Tani mendoni për një sekond. Ne kemi paraqitur 5 anomali, secila e dokumentuar shkencërisht, secila e pa justifikuar plotësisht nga teoritë ekzistuese. Por ka diçka tjetër që nuk kemi prekur ende. Diçka që NASA-ja e dinte që nga vitet e hershme të programit Apollo dhe e ka trajtuar me heshtje sistematike. Jo heshtje nga ignoranca, heshtje nga zdjevje. Nëse do të dini se çfarë ndodhi me të dhënat sismike të Apollos pas vitit 1973, Nëse do të dini pse. 54 vjet pas uljes së parë njerëzore mbi hën, ende nuk kemi kthyer këmbë atje, vazhdoni të dëgjoni. Sepse historia që vijon është njësoj aq e dokumentuara sa çështje shqetësuese. Ekziston një parim bazë i shkencës që quhet Occam's Razor, brisk i Occamit. Ky parim thot, kur dy shpjegime konkurrojnë, ai më i thjesht është zakonisht i sakti. Shkencëtarët e aplikojnë vazhdimisht, por ka një kufizim të rëndësishëm që rrallë diskutohet. Briski i Occamit funksionon vetëm kur dy shpjegimet janë të dyja brenda kuadrit të modeleve ekzistuese. Kur të dhënat bien ndesh me të gjitha modelet ekzistuese, principi nuk aplikon. Atëherë çfarë bën shkenca? Atëherë shkenca duhet të ndërtonte model të ri. Por ndërtimi i modeleve të reja kërkon guxim institucional, dhe institucioni, siç do ta shohim, ka arsye të veta për të hezituar. Dokumentet e NASA-s janë publike. Kjo është e rëndësishme. Nuk po flasim për informacione sekrete ose të hequra nga rrethi publik. Po flasim për të dhëna teknike të disponueshme plotësisht, por kur të grumbulluara dhe prezantuara si sistem koherent. Ky dallim është kritik. Nuk ka nevojë për teori, konspirimit e errët. Ka nevojë vetëm për lehtësim të kujdesshëm të asaj që tashmë është publike. Pas misionit Apollo 12, inxhinierët e NASA-s analizuan të dhënat sismike dhe hartuan raportin teknik me numër SP-289, publikuar në vitin 1972. Ky raport përmban fjalinë shumë të qetë, shumë akademike. Sigralet sismike të regjistruara pas impakteve artificiale tregojnë karakteristika që sugjerojnë mundësinë e diferencimeve të rëndësishme të brendshme të ndryshme nga ato pritej bazuar në modelet e akretacionit standard. Me fjalë të thjeshta, hëna tingëllon si të mos ketë brenda çfarë duhet të ketë. Ky raport nuk u citua pothuajse asnjëherë në revistat shkencore kryesore. Nuk u bë objekt i konferencave ndërkombëtare. Hyri në arkiva dhe qëndroi aty. Pastaj, erdhi raporti pasues, SP-330 i vitit 1974, ku të dhënat e Apollo 17 u shtuan. Ky raport ishte edhe më i qartë. Dridhjet e zgjatura sismike nuk mund të shpjegohen plotësisht nga modelet aktuale të strukturës brendore hënore. Kërkohen hetojme të mëtejshme. Hetojme të mëtejshme. 54 vjet kanë kaluar. Çfarë hetojmesh të mëtejshme u kryen? Jo të vetëpërgjeshme publike, të paktën jo nga NASA. Kina nga ana tjetër ka investuar miliarda yuan në programin e saj hënor Chang'e, dhe disa nga shkencëtarët e saj kanë bërë deklarime interesante, por për to do të flasim më vonë. A ju ka ndodhur ndonjëherë të gjeni informacion të rëndësishëm jo duke kërkuar atë, por duke kuptuar se nuk ka asnjëri që ta ketë bashkuar copat e shpërndara? Pikërisht kjo ndodh me të dhënat hënore. Anomalit janë aty, në raportet teknike, në botimet akademike, në deklaratat e shkencëtarëve individual. Por asnjë institucion i madh nuk i ka bashkuar ato dhe nuk ka thënë, pse jo? Kjo është pyetja reale. Shkencëtari i Universitetit të Kolumbias, doktori Arlene Krotz, i cili ndroi jetë në vitin 2016, kaloi 2 dekadat e fundit të jetës duke mbledhur sistematikisht evidencat anomale të hënës. Libri i tij, QOT-30, botuar nga Cambridge University Press në vitin 2014, përmban analizë të hollësishme të QUOTE-38, dukurive kalimtare hënore. Këto janë ndriçime, ngjyra, mjegulla dhe lëvizje të dokumentuara mbi sipërfaqen e hënës nga astronom amator dhe profesionist gjatë 300 viteve të fundit. Deri në vitin 2014 ishin regjistruar mbi 2500 raste të dokumentuara. 2500. Krotz klasifikoi këto dukuri dhe zbuloi se shumica e tyre koncentrohen në rajonet e caktuara të sipërfaqes hënore,
veçanërisht rreth krateret e mëdha si Aristarchus dhe Alfonsus. Kjo shpërndarje jo e rastësishme sugjeroi burime specifike, jo procese globale. Instituti Smithsonian i Astrofizikës i financoi punën e tij. Rezultatet u prezantuan në konferenca të respektuara dhe pastaj sërish heshtje institucionale. Kroc vetë u shpreh me mëdyshje publike pak para vdekjes. 2500 raste të dokumentuara ndër 300 vjet. Raste nga astronom profesionist me teleskop të sofistikuar. Raste të konfirmuara nga observator të pavarur. Nëse çdo dukuri do të ishte vërejtur vetëm një herë, mund të ishte gabimi i instrumentit, mund të ishte iluzion optik, mund të ishte fenomen atmosferik toksor. Por 2500 herë të shpërndar në 300 vjet nga persona të pavarur me koncentrim gjeografik jo të rastësishëm, kjo nuk është gabim. Ky është model. Dhe modelet kanë shpjegime. Çfarë shpjegimi pranon shkenca zyrtare? Asnjë konsensual. Ose, si preferojnë ta formulojnë, _quote_2z_i. Njëti formulim shmangesh si gjithmonë. Tani dua t'ju çoj mbrapa në kohë, 49 vite mbrapa saktësisht, te një ngjarje e dokumentuar mirë, por pak e njohur jashtë rretheve të astronomisë profesionale. Ishte 18 nëntori i vitit 1975. Astronomi profesional James Morgan, duke punuar në observatorin McDonald të Teksasit, pa diçka mbi sipërfaqen e hënës që ai e përshkroi si dritë të bardhë blu jo natyrore, me intensitet mesatarisht 10 herë mbi pragun e dritës hënore reflektuese normale, me kozgjatje 12 minuta e 60 sekonda. Ky raport hyri në bazën e të dënave të Institutit Smithsonian. U konfirmua nga 2 observatorë të tjerë të pavarur, të cilët rastësisht ishin duke vëzhguar hënën po atë natë. 3 persona, 3 vendodhje të ndryshme, e njëjta ngjarje, e njëjta kohë. Nuk po pretendoj se dija çfarë ishte kjo dritë. Nuk e di. Mund të ketë shpjegime të shumta, aktivitet gazor nën sipërfaqësor, impakt meteoriti me prodhim të ndriçimit, shkarkime elektrostatike nga ionizimet. Të gjitha janë teori legjitime, por asnjë prej tyre nuk është konfirmuar si shpjegimi mjaftueshëm dhe konsistente për të gjitha 2500 rastet. Dhe pikërisht, kjo palejueshmëri e shpjegimit unifikuar është probleme. Shkenca ka nevojë për shpjegim koherent, nuk ka asnjë. Mendoni sa dallim mund të kishte bërë nëse pas vitit 1973, NASA-ja kishte vendosur kamera të përhershme teleskopike automatike në orbitë hënore me qëllim specifik dokumentimin e dukurive kalimtare. Kosto e kësaj do të ishte e vogël në krahasim me buxhetet e misioneve. Teknologjia ekzistonte, vullneti institucional nuk ekzistonte. Pse? Kjo na çonte pyetja më e vështirë. Ajo që shkencëtarët e bëjnë privatisht dhe e shmangin publikisht. Ka mundësi të tretë që as teoria natyrale e formimit, as intervenca e jashtme nuk e shpjegon. Mundësia e tretë është, ne nuk kuptojmë mjaftueshëm fizikën dhe gjeokimin planetare për të gjykuar nëse anomalitë e hënës janë me të vërtetë anomali apo pasoja normale të proceseve që ende nuk i kemi modeluar. Ky argument ka merit serioze. Shkencëtari i Universitetit Teknik të Münchenit, doktori Harald Lesch, i njohur si komentator shkencor i respektuar gjerman, argumenton se mungesa e modelit të suksesshëm nuk provon asgjë tjetër vetëse mungesa e modelit. Kjo është qëndrim akademik korrekt dhe ai ka të drejtë. Por pastaj ai shton diçka interesante. Çfarë provon fakt është se hëna jon është statistikisht anomale krahasuar me të gjithë satelitët natyral të njohur të sistemit dielor. Dhe kjo anomali meritonte financim shumë herë më të madh kërkimor se sa ka marrë. Me fjalë të tjera, edhe skeptikët e kujdesshëm pranojnë se reagimi institucional ndaj anomalive hënore ka qenë i papërpunuar. Financimi i kërkimit hënor ka rënë dramatikisht pas programit Apollo. Buxheti i NASA-s për shkencën hënore në vitin 2022 ishte rreth $150 milion, pothuajse i njëjtë me buxhetin e vitit 2002, 20 vite më parë, pasi i llogarisim inflacionin. Ky nënfinancim sistematik i fushës që ka anomalit më enigmatike të dokumentuara astronomike nuk duket si politikë rastësishme. Kur nuk financon hetimin e diçkaje, rezultati i garantuar është mungesa e gjetjeve. Dhe mungesa e gjetjeve mund të interpretohet si asgjë atje,
kur mund të nënkuptoj thjesht nuk kemi kërkuar mjaftueshëm. Por gjeni atër diçka. Kina ka financuar. Programi Chang'e ka investuar burime serioze. Misioni Chang'e 5 i vitit 2020 ktheu kampion të rinë hënor për herë të parë që nga vitet 70. Analiza e atyre kampionëve nga shkencëtarët kinez ka prodhuar rezultate interesante mbi titanin dhe strukturën minerale, të cilat janë ende duke u verifikuar nga laborator perëndimor. Misioni i planifikuar Chang'e 6 do të kthej kampion nga ana e largët. Nëse ato kampion tregojnë karakteristika drastikisht të ndryshme nga ato të anës afër, çfarë do të thotë kjo? A do ta zbulojnë kinezët diçka që perëndimi ka hezituar ta shikojë? Dua të ndalem një moment dhe të bëj diçka që dokumentarët zakonisht nuk e bëjnë, të prezantoj argumentin kundër tezës time, siç duhet. Jo sipërfaqësisht, në thellësi. Argumenti kryesor kundër interpretimit anomal të karakteristikave të hënës është ky. Ne kemi vetëm një hën. Statistika nuk funksionon mirë me kampionet të vetëm. Nëse do të kishim 1000 satelit të ngjashëm me hënën tonë dhe vetëm njëri prej tyre kishte eklipse perfekte, dridhje të zgjatura, titanin e lartë dhe orbitë rrethore, atëherë mund të thoshim me besim se ky është outlier statistikisht. Por ne kemi vetëm njërin. Ndoshta çdo planet habitabl ka një hën si kjo. Ndoshta kushtet e nevojshme për jetën komplekse kërkojnë pikërisht llojet e anomalive që shohim. Kjo quhet _quote_46_ ose _quote_27_. Ne mund ta vëzgojmë hënën tonë vetëm nëse ne ekzistojmë. Dhe ndoshta ne ekzistojmë pikërisht sepse hëna jon është e tillë. Ky argument ka forcë serioze. Fizikani Brandon Carter nga Observatori i Parisit e formuloi principin antropik në vitin 1973, veç atëherë ka qenë instrument i fuqishëm i kozmologjisë. Ai thot esencialisht: nuk duhet të befasohemi nga fakti se universi, sistemi ynë diellor dhe hëna jon kanë karakteristika të specializuara, sepse nëse nuk do t'i kishin ato karakteristika, ne nuk do të ishim aty për t'i vëzhguar. Kjo nuk është argument ezoterik, është logjike ftohtë probabilitare. Por principi antropik ka edhe kufizime. Ai shpjegon pse mund të jemi aty për të vëzhguar hënën tonë anomale, por nuk shpjegon si u krijua ajo anomali. Nëse themi QUOTE 68, kjo nuk zgjidh enigmën e formimit. Tregon vetëm se duhet të kishte ndodhur diçka shumë specifike. Por çfarë? Principi antropik është si të thuash _QUOTE_29__. I vërtet logjikisht, por jo i kënaqshëm si shpjegimi i mekanizmit. Shumë astronomë pranojnë argumentin e doktor Robert Hazen nga Instituti Carnegie i Washingtonit, i cili studioi gjeokin dhe evolucionin planetar. Kjo është argumenti fuqishëm nga perspektiva e epistemologjisë historike. Ne gjithmonë jemi të prirur të shohim model dhe qëllim ku mund të ketë vetëm rastësia akumuluar. Megjithatë, edhe Hazen e pranon. Çfarë mendoni ju? Nëse do ta dëgjonit një argumentim të tillë nga një fizikan i respektuar, se anomalitë e hënës kanë probabilitet të papërcaktuar dhe se shkenca nuk mund ta mbyllë çështjen, a do t'ju bënte kurioze apo skeptike? Kjo diferencë e reagimit tregon shumë për mënyrën si ndërtojmë bindjet tona. Le të kalojmë tani te diçka shumë konkrete, diçka që mund ta verifikoni vetë nëse keni akses në internet dhe njohuri bazë matematikore. Është ajo që astronomi i pavarur Ian Ridpath e quajti efekti i pasqyrës hënore dhe që ka qenë objekt diskutimi jo publik në konferencat e shoqatës astronomike mbretërore britanike. Hëna reflekton rreth 7% të dritës diellore që e godet. Kjo shihet thjesht si albedo i saj, sa e bardhë apo e zezë është sipërfaqja. 7% është vlera e ulët, hëna është relativisht e errët. Por çfarë shihet nga toka është hëna relativisht e ndritur. Kjo sepse hëna ka pronësi optike të quajtura retrorefleksion dhe efekti kundër orientimit. Ajo reflekton dritën kryesisht mbrapa nga ka erdhi. Kjo e bën sipërfaqen e hënës, sidomos rreth fazës së plot, dukshëm më të ndritur nga perspektiva e tokës sesa llogaritet nga albedo mesatare.
Kjo pronësi retroreflektive është karakteristike e materialeve të veçanta inxhinierike, si materialet e reflektuara të shenjave rrugore ose rroba të punëtorëve të sigurisë. Natyra prodhon retrorefleksion vetëm në disa raste të rralla, si sipërfaqet e kristalizuara të specializuara. Sipërfaqja e hënës nuk duhet të jetë retroreflektive sipas modeleve natyrale, por është. Inxhinieri optike Neil Cummins nga Universiteti i Mainsit raportoi këtë anomali në mënyrë teknike në vitin 2009. Karakteristikat optike reflektive të sipërfaqes hënore tejkalojnë ato të parashikuara nga modelet e regolit natyral. Regoliti është shtresa e pluhurit dhe fragmenteve guri të sipërfaqes hënore. Pse ka vetit retroreflektive të materiale inxhinierike? Kjo nuk ka përgjigje zyrtare. Tani, imagjinoni se jeni inxhinier dhe po ndërtoni objekt artificial që duhet të jetë i dukshëm nga distanca e madhe. Çfarë do të bënit? Do ta mbulonit me material retroreflektiv. Rastësi? Ndoshta. Anomali optike e paarsyeshme? Sigurisht. Tani duhet të flasim për gjën me të cilën njerëzit të ftohtë dhe kritik e hedhin poshtë të gjithë argumentimin e mësipërm dhe duhet ta trajtojmë me ndershmëri. Argumenti është, nëse hëna do të ishte objekt artificial ose i manipuluar, do të kishim dëshmi direkte, antenë, mekanizma, shenja të ndërtimit. Apollo të eksploruan sipërfaqen dhe nuk gjetën asgjë të tilla. Ky argument duket vendimtar, por ka dy probleme. E para, misioni Apollo eksploruan sipërfaqen në zonë totale prej rreth 37 km2, rreth madhësia një fshati të mesëm rural. Sipërfaqja totale e hënës është 38 milion km2. Kemi eksploruar 100.266.000 herë më pak se gjithsej sipërfaqja. Është sikur të pretendoni se nuk ka asgjë e fshehur në oqeanin paqësor sepse keni eksploruar disa plazhe të Qilisë. E dyta, dëshmi e strukturës brendore nuk kërkon eksplorimin e sipërfaqes. Sismografia, pikërisht ajo që NASA kreu dhe të dhënat e së cilës i shqyrtuam, është metoda standarde për studimin e brendisë pa e quar askënd aty brenda. Dhe sismografia hënore tregon diçka anomale. Kjo nuk kërkon kamera mbi sipërfaqe, kjo kërkon analizë të sinjales. Astronomi Vincenzo Zappalà nga Observatori i Torinit, specialisti dinamikës së trupave të vegjël, tha diçka interesante në intervistë të vitit 2013. Problemi metodologjik me studimin e hënës është se ne kemi vendosur përfundimet para se të kemi të dhëna të mjaftueshme. Sindromi i hëna dihet ka parandaluar investimin e burimeve në shumë pyetje legjitime të hapura. Hëna dihet. Kjo frazë ka dëmtuar shkencën hënore më shumë se çdo tjetër. Njerëzit supozojnë se e kemi studiuar plotësisht. Nuk e kemi. Imagjinoni skenarin e mëposhtëm, jo si spekulim, si eksperiment mendor. Jeni inxhinieri qytetërimeve të avancuara me teknologji 1000 vite para jona. Keni nevojë për satelit natyral stabil rreth planetit tuaj të banuar. Dëshironi që ai satelit të stabilizojë akselin e planetit rreth boshtit, çka hëna bën, mban akselin e tokës stabil rreth 23 gradë duke parandaluar lëkundje kaotike klimatike. Prodhoi batika dhe zbatika të rregullta oqeanike, çka hëna bën, lundrimtaret hënor ndikuan drejt për drejt evolucionin e jetës detare. Të jeti dukshëm dhe identifikueshëm nga sipërfaqja në mënyra specifike, çka hëna bën, eklipset, fazat, navigimi tradicional. Çfarë do të projektoni? Do të projektoni diçka me madhësi saktësisht të koordinuar me illi kryesor. Do ta vendosni në orbit të qëndrueshme rrethore. Do ta mbuloni me material rezistent ndaj impakteve. Titanium. Do ta ndërtoni me strukturë të brendshme që i lejon t'i mbijetojë bombardimeve asteroidale pa u shkatërruar. Do ta vendosni saktësisht aty ku nevojitet. Unë nuk po them se kjo është çfarë ndodhi, nuk e di, askush nuk e di. Por duke bërë pyetjen _QUOTE_59_ dhe krahasuar me atë që shohim, ngjashmëria është shqetësuese. Jo sepse prova çfarë do lloji i qëllimit, por sepse konfiguracioni aktual i hënës funksionon shumë mirë, shumë saktësisht, shumë sistematikisht, si ti ishte dizajnuar. Por duhet ju tregoj edhe diçka tjetër, diçka që shumica e autorëve të librave dhe dokumentareve të kësaj natyre e lën jashtë, sepse e komplikoi narrativen e thjeshte, hëna është e manipuluar.
Kjo komplikacion është e rëndësishme. Nëse hëna është ose ishte objekt i ndërtuar ose i modifikuar nga çfarëdo qytetërim hipotetik, atëherë ky qytetërim do të kishte ekzistuar para 4 miliard vite. Sepse hëna ekziston prej 4 miliarde 50 milion vite, sipas datimeve izotopike. Kjo do të thotë se ky qytetërim duhet të kishte ardhur nga tjetërkund, jo nga toka, sepse toka ishte e re dhe e banueshme jo plotësisht. Dhe nëse kishte teknologji të mjaftueshme për të vendosur satelitë artificiale me masa prej 7,30 e 4,22 kg rreth planetëve, do të kishte lënë gjurmë kudo tjetër gjithashtu. Pra çfarë? Kjo teori kërkon jo vetëm hënën artificiale, por edhe qytetërim ekstraterestrial miliarda vite para nesh. Kjo është hap i madh. Fizikani Paul Davies nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, autori i librit The Eerie Silence të vitit 2010, diskutoi pikërisht këtë skenar. Ai argumentoi se nëse qytetërimet e avancuara ekzistojnë ose kanë ekzistuar, provat e tyre mund të jenë kudo, përfshirë sistemin diellor. Ai ishte i pari shkencëtar i kalibrës së tij që propozoi hapur arkeologjinë hapësinore si fushë legjitime kërkimi. Kongresin Amerikan e prezantoi këtë si propozim të financimit kërkimor në vitin 2012. Ai tha Kongresit: "Nuk di nëse ka gjurmë artificiale në Hënë ose Mars, por mendoj se ja vlen të kontrollojmë dhe buxheti i nevojshëm është i vogël." Propozimi nuk u pranua. Financimi nuk erdhi. Pse? Ndoshta sepse shkencëtarët e komisioneve buxhetore e konsideruan spekulim jo shkencor, ose ndoshta sepse rezultati i njohur do të ishte i pamundur të menaxhohej. Nëse do të gjeje dëshmi të ndërhyrjes artificiale mbi Hënë, çfarë do të bëje me ato dëshmi? Çfarë do t'i thoje popullatës globale? Cilat do të ishin implikimet politike, religjioze, psikologjike? Ndoshta disa probleme janë më të lehta të lihen pa u zgjidhur se sa të zgjidheshen. Tani duhet të flasim për diçka që i bashkon të gjitha anomalitë deri tani dhe shton dimensionin e ri: koha. Specifikisht, koha hënore dhe sinkronizimi i saj preciz me tokën. Perioda e rrotullimit të hënës rreth boshtit të saj është 29,53 ditë tokësore. Perioda e orbitimit të hënës rreth tokës është 29,53 ditë tokësore. Jo shumë afër, jo pothuajse të njëjta. Saktësisht të njëjta, deri në 5 shifra decimale. Kjo është QUOTE 64, fenomeni i diskutuar pak më parë. Fenomeni ndodh natyrisht nëpërmjet efekteve tidale, pra nuk është aq enigmatik sa anomalitë e tjera, por saktësia e saj është e pazakonshme. Por ka edhe diçka tjetër. Perioda sinodike e hënës, koha midis dy fazave të plota të njëjta, është 29,53 ditë. Perioda me të cilën shtytjet magnetike të diellit, ciklin e aktivitetit diellor ndikojnë tokën, ka ritme të fshehura, 29, disa ditë. Trupat e caktuar biologjike, duke përfshirë ciklet menstruale njerëzore, kanë perioda mesatare 29 ditë. Astronomia, fizika diellore dhe biologjia njerëzore ndajnë të njëjtën periudhë. Kjo mund të jetë evolucionar. Organizmat evoluan me cikle biologjike të harmonizuara me ritmet mjedisore. Por mund të pyesim: çfarë do të ndodhte nëse hëna kishte perioda krejtësisht të ndryshme? Si do të ndikonte kjo biosintemin toksor? Astrofizikani Nikos Prancos nga Instituti Astrofizik i Parisit ka argumentuar se harmonizimi i perioda hënore me ritmet biologjike toksore nuk është rastësi. Është produkt i evolucionit biologjik drejtuar nga kushtet mjedisore. Organizmat që u adaptuan me ciklet hënore kishin avantazhe selektive dhe i mbijetuan. Kjo është teori evolucionare standarde dhe arsyeshme. Por çfarë e bëri hënën të ketë pikërisht atë periudhë? Pra parrimet e pikpyetja bazë. Pse hëna jon ka karakteristika kaq të koordinuara me nevojat e jetës toksore? Le të komprimojmë tani historinë e gjithë debatit shkencor mbi hënën në skemën kohore të 1 dite 24 orë. Në mesnat, Galilei drejton teleskopun e tij të parë ndaj hënës në vitin 1610. Në orën 12:15 të natës, Newton formulon gravitacionin dhe shpjegon orbitën e hënës. Ora 2:30 mëngjesit, Laplace modelon stabilitetin orbital hënor. Ora 5,
Spektrografia zbulon kompozimin kimik të dritës hënore të reflektuar. Ora 8, shkencëtarët bërtasin teoria ngjasjes Theia. Ora 9:20, Apollo ulet, astronautët marrin kampion. Ora 9:30, NASA analizon të dhënat sismike dhe koka fillojnë të lunden mbi _QUOTE_65_. Ora 9:45, financimi i kërkimit hënor fillon rënien e gjatë. Ora 11 pasdite, problemi i izotopeve dokumentohet plotësisht, teoria Theia ende nuk shpjegon të gjitha. Ora 11:55, Chang'e 5 kthen kampion. Çfarë do të sjellë mesnata e ardhshme? Tani jemi diku midis orës 11 pasdite dhe mesnatës. Jemi në fazë tranzicionit të njohurisë. Kemi mjaftueshëm të dhëna për të ditur se kemi probleme, por jo mjaftueshëm burime të investuara për t'i zgjidhur ato. Kjo është fazë e rrezikshme. Aq shumë sa të jesh i shqetësuar, por jo aq shumë sa të veprosh. Astronomët e sotëm, ata që flasin me ndershmëri dhe jo me diplomaci institucionale, pranojnë diçka që publiku nuk e di. Pyetja e formimit të hënës mbetet e hapur. Jo e hapur. Doktori Robin Canup nga Instituti Shkencor i Jugperëndimit, ndër autoritetet kryesore botëror mbi teorinë e impaktit, e theksoi në vitin 2020 e njeri _QUOTE_67_ jo zgjidhje të njëkohshme të kënaqshme. Kjo është gjuha e shkencëtarit të ndershëm që pranon se teoria ka probleme themelore. Kjo nuk do të thotë se teoria është dabim. Mund të jetë e drejtë, por e papërkryer, duke pritur modele kompjuterike më të fuqishme. Por do të thotë se deklarimi publik i zakonshëm, QUOTE-68, është i egzageruar. Publiku merr versione të thjeshtëzuara të debateve akademike komplekse, dhe kur ka anomali themelore të papërgjigjura, thjeshtëzimi mund të jetë i dëmshëm, jo sepse ushqen konspiracionet, por sepse vret kuriozitetin. Imagjinoni nëse mësimet e fizikës do të thoshin, kjo do të ishte e vërtet, dhe kjo, e thënë hapur, do të kishte gjeneruar gjenerata të reja fizikanësh të motivuar të zgjidhnin enigmen. Por thjeshtëzimi, QUOTE-70, prodhon nxënës të bindur e jo të interesuar. E njëjta dinamike ekziston për hënën. Tani dua t'ju prezantoj me diçka absolutisht të konfirmuar shkencërisht, jo teori, jo spekulim, por matje direkte, që e bën të gjithë debatin edhe më intriges. Ka të bëjë me magnetizmin e hënës. Hëna nuk ka fushë magnetike globale të rëndësishme sot. Kjo di me dinim, por kampionët e Apollo zbuluan diçka të paprituara. Shkëmbinjt hënor janë magnetizuar. Ata kanë remanencë magnetike, janë gjiruar me fushë magnetike nga e kaluara. Kjo tregon se hëna kishte fushë magnetike të fortë globale shumë kohë më parë, ndoshta 3 miliard deri 4 miliard vite më parë. Dhe pastaj ajo fushë u shua. Problem, për të pasur fushë magnetike globale, planeti ose sateliti duhet të ketë bërtham metalike të lëngët dhe të rrotullueshme, generator i dynaimos planetar. Por hëna ka bërtham metalike shumë të vogël dhe nën proporcionale, rreth 150 km racion, kundrejt 318 km racion të pritshëm nga modelet e akretacionit. Kjo bërtham e vogël nuk mund të kishte prodhuar fushën magnetike të fuqishme të treguar nga shkëmbinjt e magnetizuar. Geomagnetistja doktore Sabine Stanley nga Universiteti John Hopkins, e cila modeloi dinamiken magnetike planetare, publikoi studim në vitin 2015. Shija magnetike e shkëmbinjve hënor antik sugjeron intensitet fushe që nuk mund të shpjegohet nga mekanizmat e njohur të gjenerimit magnetik planetar, duke marrë parasysh strukturën e brendshme të inferuar të hënës. Mekanizmat e njohur nuk funksionojnë. Kjo është tjetër anomali, e 6 nëse po numëroni. Disa shkencëtar propozuan se impakte të mëdha asteroidale mund të kenë gjeneruar fushat magnetike lokale. Kjo shpjegon disa zona të magnetizuara lokale, por jo remanencën globale sistematike. Modelet e tjera sugjerojnë mekanizma të ndryshëm konveksioni, por asnjë model nuk jep shifra që përputen me matjet. Sërish, mos përputhja midis çfarë duhet të shohim dhe çfarë shohim.
Tani le t'i bashkojmë të gjitha anomalitë dhe t'i shohim si sistem të vetëm koherent, jo si lista elementesh të veçantë. Sistemi diellor ka 192 satelit natyral të konfirmuar. Asnjëri prej tyre nuk shfaq gjithë karakteristikat e mposhtme njëkohësisht. Proporcion madhësie saktësisht i koordinuar me ili kryesor për prodhimin e eklipseve totale, dridhje sizmike të zgjatura post-impact të paarsyeshme për trupin solid natyral, koncentrime titanium anomale shumë fish mbi pritshmëritë planetare, orbit pothuajse perfekte rrethore me eksentricitet minimal, largjim orbital me luhatje të paarsyeshme, magnetizim antik nga fushe që nuk mund ta ketë prodhuar bërthama e saj, asnjë nga 192 satelit të tjerë, vetëm hëna jon. Statistikisht, probabiliteti i 6 anomalive të njëkohshme në objektin e vetëm të studiuar mirë është edhe më i vogël se 115 trilion ndaj njërit, pasi llogarit edhe anomalinë e 6. Matematika bëhet e padurueshme. Jo sepse provon ndërhyrje, por sepse provon se alternativa natyrale kërkon rastësi kaskad aq të shumta sa ndejnë praktikisht jashtë zonës së modeleve statistikore normal. Çfarë do të bënit ju nëse do të ishit shkencëtar dhe do të hasnit sistem me këto karakteristika? Shpresoj se do të investonit burime serioze për ta studiuar, jo do të ktenit kokën. Shpresoj se do ta prezantuat publikut kompleksitetin e vërtet të çështjes, jo versioni thjeshtëzuar. Shpresoj se do të lejonit pyetjen të qëndronte e hapur sa herë nuk kishit përgjigje të plot. Kjo është shkenca e mirë, dhe pikërisht kjo ka munguar në historinë e studimit hënor. Dhe tani arrim te ajo për të cilën keni pritur, ose ndoshta keni frikë ta dëgjoni. Jo spekulime, jo legjenda urbane, por pyetja logjike e pashmangshme që lind nga të gjitha të dhënat e paraqitura deri tani, nëse 6 anomali statistikisht pothuajse të pamundura bashkëjetojnë në të njëjtin objekt që funksionon si mburoj, stabilizator dhe navigues natyral për jetën toksore, cila është hipoteza më ekonomike? Shkenca thot, hipoteza më ekonomike është ajo që kërkon më pak supozime të pabazuara. Teoria natyrale kërkon 6 rastësi kaskad të koordinuara, secila me probabilitet shumë të ulët. Hipoteza e ndërhyrjes kërkon vetëm një supozim. Dikush me teknologji të avancuar e vendosi atje. Cila kërkon më pak? Kjo nuk është retorik, është matematike aplikuar. Dhe matematika nuk kujdeset për shqetësimet tona ekzistenciale. Fizika moderne, sidomos teoria kuantike e fushave dhe kozmologjia, ka hapur dritare të reja mbi natyrën e inteligjencës dhe kompleksitetit. Një nga konceptet më intrigese është ai i gjurmës informacionale. Ideja se çdo sistem kompleks lë shenja në strukturën e hapësirës kohës që potencialisht mund të lehtësohen me instrumente mjaftueshëm të ndjeshme. Fizikani teorik Michio Kaku nga Universiteti City College i New Yorkut, autori vjetra librave shkencor dhe profesori reputueshëm i fizikës teorike, ka argumentuar se çdo qytetërim mjaftueshëm i avancuar do të linte gjurmë jo vetëm materiale, por edhe energjetike dhe informacionale në mjedisin e tij hapësinor. Kaku klasifikon qytetrimet sipas shkallës Kardashev, nga tipa 1 që shfrytëzon energjinë e planetit të tij, deri te tipi 3 që shfrytëzon energjinë e tërë galaksisë. Qytetrimi tipit D, sipas tij, do të kishte aftësinë teorike të lëviz trupave të mëdhenj hapësinor, satelit artificial, asteroid, ndoshta edhe hëna. Kjo nuk është pseudoshkencë. Kaku është fizikan i trajnuar në Universitetin e Harvardit, studioi fizikë bërtamore dhe teorinë e fushave. Propozimi i tij nuk është se ka qytetrime të tilla. Është se ligjet e fizikës nuk i ndallojnë. Dhe kur ligjet e fizikës nuk ndallojnë diçka, shkenca duhet të pyes: a ka ndodhur? Jo ta supozoj si të vërtet, por ta pyes seriozisht. A e bëjmë këtë? Pothuajse as pak. Fizikani Freeman Dyson nga Instituti i Studimeve të Avancuara i Princetonit, ndërmendjet më origjinale të fizikës së shekullit të 20, argumentoi deri në fund të jetës se universi është plot surpriza dhe shkenca jon është ende në fëmijëri të hershme relative ndaj gjithë çfarë ekziston. Dyson e mbrojti çdo pyetje radikale me argumentin se kurioziteti pa kufi është bazë e shkencës reale. Ai nuk do ta kishte hedhur poshtë pyetjen e hënës. Ai do të kishte financuar hetimin. Le të shqyrtojmë tani diçka shumë konkrete nga gjeologjia toksore.
diçka që astronomia shpesh e lë jashtë diskutimeve mbi hënën, por që ka lidhje direkte dhe të matshme. Hëna stabilizon akselin e rrotullimit të tokës. Kjo nuk është hipotezë, është fakt gjeofizik i konfirmuar. Pa gravitacionin e hënës, akseli i tokës do të luhej kaotikisht midis pothuajse 0 dhe 90 gradëve gjatë milionëve vite, sikurse ndodh me Marsin, i cili nuk ka satelit të madh stabilizues dhe akseli i tij ka luhatur nga 36 gradë deri në 55 gradë gjatë periudhave gjeologjike. Kjo luhatje kaotike e Marsit ka shkaktuar ndryshime dramatike klimatike dhe shumë shkencëtar besojnë se ajo është ndër arsyet kryesore pse Marsi nuk mban jetë komplekse sot. Astronomi Jacques Lascar nga Observatori i Parisit, po ai Lascar që publikoi studimin mbi orbitën hënore, llogariti në vitin 1993 se pa hënë, akseli i tokës do të luhante midis 0 dhe 65 gradë brenda disa vjetra milionëve viteve. Kjo luhatje do të kishte prodhuar epokat alternuara akullnajash ekstreme dhe nxehtësi tropikale globale, duke e bërë evolucionin e jetës komplekse të ngadalt ose të pamundur. Hëna, me madhësinë e saj specifike dhe distancën specifike, stabilizon akselin e tokës në diapazonin e ngushtë 23 deri 24 gradë, tamam aty ku klimat relativisht stabile janë të mundshme. Ky fakt i vetëm, stabiliteti aksel, do të justifikonte ekzistencën e hënës nëse dikush projektoi sistem planet-satelit për të mbështetur jetën komplekse. Dhe nëse do ta projektoje me qëllim, do t'i jepje saktësisht dimensionet dhe orbitën e nevojshme. Edhe kjo rastësi? Mund t'jetë, por lista e rastësive po bëhet gjithnjë më e gjatë. Ekziston edhe batika dhe zbatika. Efekti tidal i hënës mbi oqeanet toksore nuk është vetëm fenomen i bukur natyrës. Biologu i evolucionit Andrew Knoll nga Universiteti i Harvardit, specialist i evolucionit të hershëm të jetës, ka argumentuar se batika dhe zbatikat tidale hënore kishin rol kritik në evolucionin e jetës nga oqeani drejt tokës së thatë. Zonat ndërtidali, ato brigje që zhyten dhe dalin me ciklet hënore, krijuan mjedise ku organizmat u detyruan të adaptohen ndaj dy kushteve drastikisht të ndryshme, mjedisi ujor dhe mjedisi ajror. Kjo, adaptimi dyfisht, ishte nxitës evolucionar i fuqishëm. Pa batikat hënore, ky presion specifik evolucionar nuk do të kishte ekzistuar me të njëjtën intensitet. Pra hëna nuk stabilizon vetëm akselin. Ajo drejtoi evolucionin e jetës drejt tokës. Ajo krijoi ritmet biologjike 29 ditore. Ajo ndriçon natën, duke lejuar aktivitetin e natës së gjitarëve dhe paraardhësve tanë. Çdo karakteristike hënës, matësia, distanca, orbita, perioda, funksionon si pjesë e sistemit të integruar me jetën toksore. Jo vetëm njëra karakteristik, secila prej tyre. Të gjitha njëkohësisht. A mund të pyesim seriozisht, nëse dikush do të projektonte sistem planet-satelit për të mbështetur jetën komplekse, a do të projektonte ndryshe nga çfarë kemi? Tani duhet të flasim për deklarimet e astronautëve vetë, diçka nga e cila shumica e dokumentareve largësohen me nervozizëm, por pa të cilën tabloja nuk është e ndershme. Buzz Aldrin, astronauti i dytë njerëzor që shkel mbi hënë më 22 korrik të vitit 1969, dha deklarime publike gjatë viteve pas karrierës aktive që nuk janë injoruar nga publiku, por janë trajtuar me indiferencë institucionale. Në intervistë televizive në vitin 2003, Aldrin rrëfeu se gjatë udhëtimit drejt hënës, ekuipazhi i Apollo 11 vërejti objekt të panjohur duke lëvizur pranë anijes kozmike. Ai tha: "Ky deklarim nuk është nga burimi jo shkencor. Ky është deklarimi Buzz Aldrinit, doktori mekanikës orbitale nga Instituti Teknologjik i Massachusettsit, duke rrëfyer diçka specifike nga kujtesa e tij direkte." Edgar Mitchell, astronauti i misionit Apollo 14 dhe doktori i astrofizikës në Instituti Teknologjik i Massachusettsit, shkoi edhe më larg. Mitchell deklaroi publikisht se _QOTE_77_. Ky deklarim është trajtuar si shprehje e pleqërisë në mediat kryesore, por Mitchell nuk ishte i çmendur. Ishte njeri i trajnuar nga shkolla më e mirë teknike e botës, njeri që kishte kalluar 9 orë duke ecur mbi hënë. Parimi bazë epistemologjik thot: dëshmia e personit të besueshëm dhe të trajnuar meriton shqyrtim, jo mohim automatik. Neil Armstrong vet, komandanti i Apollo 11,
personi I parë njerëzor që ra këmbë mbi hën, u bë gjithnjë më hermetik me kalimin e viteve. Ai refuzoi pothuajse të gjitha intervistat pas pensionimit. Kur pyetej, jepte përgjigje të shkurtra dhe të matura. Ham Wilson, biografi zyrtar I Armstrong, I cili e njohu personalisht për 20 vite, shkroi në biografin _QUOTE_78_ të vitit 2008. _QUOTE_79_ kujdes I jashtëzakonshëm, nga njeriu që kishte parë vetë. A ishte kjo modesti? A ishte kjo diçka tjetër? Ka edhe diçka nga arkivat e kozmonautikës sovjetike që pak njerëz e din jashtë rretheve specialistike. Programi hënor sovjetik, ai programi fshehur, I turpshëm, që ata nuk e pranuan kur publikisht se kishin dështuar, prodhoi informacione interesante para se të shuhej. Kozmonauti Aleksej Leonov, njeriu I parë që bëri ecje hapësinore dhe kandidati kryesor për të qenë njeriu I parë sovjetik mbi hën, dha intervistë të gjatë pas rënies së Bashkimit Sovjetik ku foli hapur. Ai tha se programi hënor sovjetik kishte evidenca të aktivitetit elektromagnetik të pazakonshëm rreth hënës, të regjistruara nga anijat kozmike të automatizuara Luna. Këto evidenca, sipas Leonov, ishin klasifikuara menjëherë dhe nuk u diskutuan kur publikisht. Bashkimi Sovjetik kishte pikrisht po aq arsye sa Amerika për të heshtur, ndoshta edhe më shumë, sepse programi I tyre kishte po aq dështime sa suksese. Interesant është fakti se si Amerika, ashtu edhe Bashkimi Sovjetik, dy superfuqi ideologjikisht armiqësore, konkurrente direkte në garën kozmike, arritën po aq shpejt në qëndrim të ngjashëm. Heshti mbi anomalit hënore. Nëse ishte rastësi, pse ishte simetrike? Nëse ishte koordinim, kur, si dhe pse? Historiani I shkencës Stephen Dick, ish historiani zyrtar I NASA-s dhe autori _quote_80_të vitit 2006, ka argumentuar se të dy superfuqit e luftës së ftohtë kishin interes strategjik për të mos diskutuar publikisht asgjë mbi hënën që mund të shprehte dobësi kërkimore. Kjo kulturë e heshtjes mbeti edhe pasi lufta e ftohtë përfundoi. Institucionet kanë inercë, edhe zakonet e fshehjes. Tani duhet të shqyrtojmë pyetjen filozofike qendrore. Nëse hëna u vendos atje me qëllim, çfarë qëllimi? Çfarë donin ata që e vendosen? Ka disa mundësi logjike, secila me implikimet e veta. Mundësia e parë, stabilizim planetari për jetën. Siç diskutuam, hëna stabilizon akselin, drejton evolucionin, krijon ritmet biologjike. Nëse dikush donte të krijonte kushte për jetën komplekse mbi tokë, kjo është saktësisht çfarë duhet të bënin. Kjo hipotezë është e qetë dhe madje optimiste. Dikush krijon kushte dhe pret. Mundësia e dytë, vëzhgim dhe monitorim. Hëna është pozicionuar saktësisht rreth tokës, jo tepër larg, jo tepër afër. Nëse do të vendosnit stacion vëzhgimi rreth planetit të ndjekur, do ta vendosnit pikërisht aty. Dukurit kalimtare hënore të dokumentuara nga Kroc mund të jenë jo aktivitet gjeologjik, por aktivitet operacional, mekanizma aktive brenda hënës. Kjo hipotezë është njëkohësisht intrigëse dhe shqetësuese. Mundësia e tretë, mbrojtje planetare. Hëna, tokën duke absorbuar disa impakte asteroidale dhe kometare. Sipërfaqja e hënës është e mbushur me kratere, gjurmë me bombardimeve të shumta. Toka ka relativisht pak kratere të mëdha krahasuar me planet pa satelit të mbenj. Nëse dikush donte të mbronte planetin e banuar, ky është mekanizëm efikas. Mundësia e katërt, kapsul kohe ose depo informacioni. Nëse qytetërimi I avancuar I frikohej zhdukjes, mund të kishte depozituar informacion në objekt të qëndrueshëm kozmik. Hëna, me titanin e saj rezistent, me orbitën e qëndrueshme, me strukturën e brendshme anomale, do të ishte zgjedhja ideale. A nuk I gjeni të gjitha katër mundësitë të koordinuara njëkohësisht? Stabilizim, vëzhgim, mbrojtje, depo. Nëse do të projektoje satelit artificial për planet të banues, do të dëshiroje saktësisht ato katër funksione. Dhe hëna I ka të gjitha. Ka diçka tjetër që dua ta lë si mendim final mbi aspektin shkencor, para se të kalojmë te refleksioni filozofik.
ka të bëjë me shpejtësinë e valve sismike brenda hënës. Kur sismografët analizojnë mënyrën si lëvizin valët sismike në përbrendinë e tokës, ata ndërtojnë hartë të strukturës brendore. Valët lëvizin me shpejtësi të ndryshme nëpër materiale të ndryshme, më shpejt nëpër materie të ngjeshur të ngurtë, më ngadalë nëpër materiale të lëngëta ose të zbrasta. Kjo teknik, e quajtur tomografia sismike, na ka dhënë imazhin e brendisë toksore me saktësi të jashtëzakonshme. Të njëjtën teknik e aplikuan fizikanët mbi të dhënat e Apollos. Valet sismike brenda hënës lëvizin në mënyra të papritura. Në shtresat e sipërme, afërsisht deri 500 kilometra thellësi, valet lëvizin shumë ngadalë duke treguar material të shkëputorit dhe të qarë. Por pastaj diçka e çuditshme. Ato ngadalsohen edhe më tepër brenda shtresave të caktuara, duke sugjeruar zona me densitet shumë të ulët. Zona me densitet shumë të ulët. Fizikalisht, kjo mund të nënkuptojë qarje të mëdha, galeri ose hapësira relativisht të zbrasta brenda trupit hënor. Geofizikani Yoshio Nakamura nga Universiteti i Teksasit, i cili analizoi të dhënat sismike të Apollos për 30 vite pas misioneve, publikoi studim teknik në vitin 2003. Kavitete të mëdha, hapësira të zbrasta brenda hënës. Ky nuk është spekulim. Ky është deklarim teknik, nga studiues me 30 vite eksperiencë direkte me të dhënat. Tani imagjinoni çfarë do të gjenim nëse do të dërgonim sond me brimues të fuqishëm, jo për të korrur sipërfaqen, por për të depërtuar thellë dhe matur me saktësi strukturën brendore. Çfarë do të ndodhte nëse kavitjetet e Nakamuras konfirmoheshin si reale dhe të mëdha? Çfarë do të thotë kjo? NASA-ja nuk e ka bërë këtë ende. 54 vjet pas Apollos. A është kjo papërgjegjësi shkencore apo politike qëllimshme? Tani le ta komprimojmë historinë e njerëzimit dhe hënës në skemë kohore. Jo të universit, por të lidhjes specifike të ndërgjegjshme njerëzore me atë objekt të bardhë. 50.000 vite më parë, njeriu i lashtë ngriti syt dhe pa ciklet e hënës. Filloi të numëroj ditët, filloi të parashikoj stinet. Hëna u bë kalendarit i parë njerëzor, instrumenti i parë i matjes së kohës. 25.000 vite më parë, njerëzit e Evropës paleolitike skalisin eshtra me shenja 29 prerje, numri i ditëve midis dy fazave hënore. Kjo është evidenca e parë shkencore e obsesionit hënor njerëzor. 5.000 vite më parë, Stonehenge dhe Newgrange, megalitet të dizajnuara me saktësi astronomike për të shënuar ngjarjet hënore. 2500 vite më parë, Aristoteli arrin përfundimin e saktë se toka është rruzull, duke studiuar hijen e saj gjatë eklipseve hënore. 350 vite më parë, Newton shpjegon orbitën e hënës dhe propozon teorinë e gravitacionit universal. 57 vite më parë, Neil Armstrong ra këmbë mbi sipërfaqen e saj. Sot jemi aty ku jemi, me 6 anomali të dokumentuara dhe pa shpjegim të kënaqshëm. Ky udhtim 50.000 vjeçar i njerëzimit me hënën nuk është thjesht histori astronomi, është histori e vetëdijësimit njerëzor. Hëna mësoi njeriun të matin kohën. Oqeanet tidale i shtyn parardhësit tanë drejt tokës. Stabiliteti aksel lejoi klimat konstante ku evolucioni kompleks ishte i mundur. Çdo fazë e evolucionit njerëzor, biologjik, kulturor, shkencor, ndodhi në ndikimin e drejtë të hënës. Nëse kjo është rasti, është rastësia më e favorshme e mundshme. Nëse nuk është rasti, atëherë historia njerëzore ka nën të një shtresë tjetër kuptimi që nuk e kemi parë ende. Astronomët e sotëm, ata që flasin me ndeshmëri dhe jo me diplomaci institucionale, pranojnë diçka që publiku nuk e di. Pyetja e formimit të hënës mbetet e hapur, jo e hapur. Doktori Robin Canup nga Instituti Shkencor i Jugperëndimit, ndër autoritetet kryesore botëror mbi teorinë e impaktit, e theksoi në vitin 2021 _QUOTE_84_ jo zgjidhje të njëkohshme të kënaqshme. Kjo është gjuha e shkenstarit të ndershëm që pranon se teoria ka probleme themelore. Cila është diferenca reale midis QUOTE 85 dhe
QUOTE 86. Në shkencën normale, kjo diferenca mbahet e hapur për dekada, derisa bëhet e qartë nëse problemet zgjidhen brenda paradigmës ekzistuese ose kërkojnë ndryshim paradigme. 30 vite pas identifikimit të problemit të izotopeve të teorisë Theia, asnjë zgjidhje brenda paradigmës. 20 vite pas identifikimit të problemit të momentit këndor, asnjë zgjidhje brenda paradigmës. Kur do të pranojmë se jemi duke pritur ndryshim paradigme? Carl Sagan shkroi në __quote_ 87_ të vitit 1980. Kjo frazë është bërë mburojë universale kundër spekulimit. Por Sagan vetë shpreh e hapur se Sagan nuk tha, ai tha, hetim. Sistematik nuk kemi bërë. Kina megjithatë po ecën para. Programi Chang'e ka investuar burime serioze. Misioni Chang'e 5 i vitit 2020 ktheu kampion të rinj hënor për herë të parë që nga vitet 70. Analiza e atyre kampionëve nga shkencëtarët kinez ka prodhuar rezultate mbi titanin dhe strukturën minerale, të cilat janë ende duke u verifikuar në laborator perëndimor. Misioni i planifikuar Chang'e 6 do të kthej kampion nga ana e largët. Ajo anë dramatikisht e ndryshme me korën 2 fish më të trash dhe pothuajse pa detellave. Nëse ato kampion tregojnë karakteristika drastikisht të ndryshme nga ato të anës afër, çfarë do të thotë kjo? A do ta zbulojnë kinezët diçka që perëndimi ka hezituar ta shikojë? Dhe nëse e zbulojnë, a do ta ndajnë? Historia e heshes institucionale perëndimore nuk është garanci se historia nuk do të përsëritem vetëm me aktorë të ndryshëm. Doktori Ian Crawford nga Birkbeck College i Universitetit të Londrës, specialist i eksplorimit hënor, ka argumentuar se misionet e ardhshme duhet të përfshinë rrjet sismografsh shumë herë më të ndjeshëm se ata të Apollos, të vendosur në koordinata të shumta globale mbi hënë. Ky rrjet do të jepte tomografi sismike me precisión shumë fish më të lartë dhe do t'i zgjidhte pyetjet mbi brendinë hënore brenda disa viteve të operimit. Kosto vlerësohet rreth $3 miliard, 20 herë më pak se misioni James Webb Space Telescope. Burimet ekzistojnë. Vullneti politik duket se mungon. Ose diçka tjetër mungon. Imagjinoni skenarin e mëposhtëm. Jo si hipotezë shkencore, por si eksperiment mendor i ndershëm. Jeni inxhinieri i qytetërimit të avancuar me teknologji 1000 vite para jona. Keni nevojë të siguroni vazhdimsinë e jetës inteligjente mbi planetin e ri blu. Çfarë bëni? Ndërtoni dhe vendosni satelit artificial me parametrat e nevojshëm, e mbushni me titanium rezistent. I jepni strukturë brendore që i lejon të mbijetojë impaktet. E vendosni në orbitë rrethore të qëndrueshme. Llogaritni madhësinë dhe distancën saktësisht për efektin e dëshiruar stabilizues. Pastaj, ose nisni jetën mbi atë planet, ose prisni që jeta të zhvillohet natyrshëm në mbrojtjen e satelitit tuaj artificial. Miliona vite më vonë, ose miliarda, jeta komplekse lullzon, evoluon, zhvillohet, lind inteligjencë. Ajo inteligjencë ngritet, shikon hënën, ndërton teleskop dhe sismograf, analizon të dhënat, llogarit probabilitetin. 115 trilion ndaj njërit. Dhe pyet veten, a ishim të vetmit? Çfarë do të thotë kjo për ne? Nëse historia jon ka nëntë një shtresë tjetër, nëse ekzistenca jon nuk është produkt i rastësisë, por i vendimit të dikujt tjetër, a do ta ndryshonte kjo mënyrën si mendojmë për veten? A do ta ndryshonte mënyrën si trajtojmë planetin ton, duke ditur se mund të kemi trashëgues ose krijues? A do ta ndryshonte qëllimin ton, duke ditur se ndoshta ekzistojmë brenda një projekti më të madh? Jemi duke u afruar fundit të kësaj udhtimi. Kemi kalluar nëpër 6 anomali të dokumentuara, nëpër probleme themelore të teorisë Theia, nëpër deklarimet e inxhinierëve dhe astronautëve, nëpër heshtjen simetrike të 2 superpoverave, nëpër fizikën e kaviteteve brendore dhe magnetizmit të paarsyeshëm. Çfarë kemi mësuar? Kemi mësuar se hëna nuk është e studiuar aq mirë sa supozojmë. Kemi mësuar se anomalitë e saj janë të dokumentuara dhe reale, jo produkt imagjinate, por gjetje shkencore të botuar në revista me reputacion. Kemi mësuar se teoritë ekzistuese kanë probleme themelore të pashpjeguara prej dekadash.
Kemi mësuar se reagjimi institucional ndaj këtyre problemeve ka qenë jo proporcional me rëndësinë e tyre. Dhe kemi mësuar se pyetja _QUOTE_92_ nuk është pyetje e çmendur. Është pyetje legjitime shkencore e lënë pa hetim adekuat. Por kemi mësuar edhe diçka tjetër. Kemi mësuar se ne, njerëzit, jemi specia e vetme e njohur e cila mund t'i bëj këto pyetje. Jemi specia e vetme e njohur e cila mund të shikoj hënën dhe të thotë: diçka nuk shkon me matematikën. Jemi specia e vetme e njohur e cila mund të ndërtoj instrumentet, të mbledh të dhënat, të kryej analizat dhe të arrijë në pikën ku numrat bëhen të padurueshëm. Kjo aftësia për të pyetur universin, është ndoshta gjëja më e rrallë dhe më e vlefshme që ekziston. Disa prej jush ndoshta po mendojnë tani: mirë, edhe nëse të gjitha anomalit janë reale, çfarë ndryshon kjo për mua, sot, konkretisht? Kjo është pyetja e ndershme dhe e drejtë, dhe meriton përgjigje të ndershme, jo filozofike, por praktike. Ndryshon mënyrën si e kuptojmë vendin tonë në univers. Nëse hëna është produkt i rastësisë, atëherë jemi produkt i rastësisë sublime dhe jeta jon ka kuptim të brendshëm, të gjeneruar nga vetë ekzistenca. Nëse hëna nuk është produkt i rastësisë, atëherë historia jon është pjesë e projekt madhështor të dikujt tjetër. Dhe ne jemi, me gjas, jo të vetmit dhe ndoshta jo të parët. Dalimi midis këtyre dy mundësive nuk është akademik, është ekzistencial. Ndikon drejt për drejt mënyrën si shikojmë qëllimin, origjinën dhe destinacionin ton si specie. Fizikani dhe filozofi David Deutsch nga Universiteti i Oxfordit, autori The Beginning of Infinity të vitit 2011, argumenton se pjetjet e mëdha mbi origjinën dhe natyrën e gjithçkaje rreth nesh nuk janë luksi akademik, janë bazë e çdo vendimi racional mbi të ardhmen. Deutsch e ka thënë me forcë: nëse nuk e dim nga vim, nuk mund të vendosim ku shkojmë, dhe pyetja nga vjen hëna jon është, sipas logjikës së Deutschit, pyetje fundamentale për vetkuptimin njerëzor. Ka ende diçka tjetër, diçka që nuk kemi trajtuar dhe që shton dimensionin e fundit të tabloves. Ka të bëjë me ujin e hënës. Deri vonë, shumë vonë, krahasuar me investimin në Apollo, shkencëtarët e konfirmuan praninë e ujit të ngrirë mbi hënë. Misioni Lunar Crater Observation and Sensing Satellite i NASA-s, i njohur si LCROSS, bombardoi kraterin polar Cabeus me shpejtësi të lartë në tetor të vitit 2009. Analiza spektroskopike e reve të ngritura nga impakti konfirmoi praninë të rëndësishme të molekulave të ujit. 5.6% të masës së reve ishte ujë, jo gjurmë. 5.6%. Kjo zbulim u paraqit si surprizë e madhe, por duhet pyetur, pse surprizë? Kishte indikacione që nga vitet 90 mbi mundësinë e ujit polar hënor nga matjet e sondave Clementine dhe Lunar Prospector. Ato indikacione nuk u ndoqën me urgjencë. Pas LCROSS u zbulua se sasia e ujit të ngrirë polar hënor është ndoshta shumë herë gjerë nga sa pritej fillimisht. Disa vlerësime tregojnë deri në 100 miliard ton. 100 miliard ton ujë të fshehur në hijen e përhershme të kratereve polore. Pse është kjo e rëndësishme për diskutimin ton? Sepse uji polar hënor nuk ka shpjegim të pakontestuar të origjinës. Teoria kryesore thotë se erdhi nga kometat dhe asteroidet që goditën hënën. Teoria alternative dhe aq legjitime thotë se uji ekzistonte në materiale filestare të formimit të hënës dhe u grumbullua me kalimin e kohës në zonat polore. Teoria e tretë, propozuar nga disa gjeokimist, sugjeron që uji u formua in situ nëpërmjet reaksioneve kimike midis hidrogenit dielor dhe oksigjenit mineralore. Asnjëra nga të trija nuk shpjegon plotësisht shpërndarjen dhe sasinë e ujit polar. Dhe tani kemi edhe ujin, anomalie 7, nëse preferoni ta quani kështu. Por ka aspekt tjetër i ujit hënor që pothuajse askush nuk e diskuton. Nëse dikush do të dizajnonte bazë operacionale afatgjat mbi hënë, planet satelit për vëzhgim, mbrojtje ose veprimtari afatgjat, do të kishte nevojë për ujë. Uji është burim kritik. Pije, frummarrje nëpërmjet elektrolizës, karburant raketonjysh nëpërmjet ndarjes në hidrogjen dhe oksigjen.
Ekzistenca e ujit polar hënor e grumbulluar me saktësi pikrisht atje ku temperatura është minimale dhe ruajtja afatgjat është e mundshme, paket edhe një funksion pragmatik ndaj hipotezës së qëllimit. Nuk po them se e dinin kur e vendosën, po them se konfigurimi aktual funksionon si depo burimesh, saktësisht si çdo të dëshironte çdo planifikues strategjik hapësinor. Astronauti dhe inxhinieri Don Pettit, i cili ka kaluar 617 ditë në stacionin ndërkombëtar hapësinor dhe është autoriteti respektuar mbi inxhinierin e banueshme hapësinore, ka thënë publikisht: "Hëna është objekti më i miri mundshëm si bazë e ardhshme njerëzore jashtë tokës. Distanca optimale, mbrojtje nga rrezatimi nëpërmjet topografisë, ujë polar, gravitacioni mjaftueshëm për shëndet të arsyeshëm biologjik." I mirë. Optimal. Sikur të ishte projektuar për këtë qëllim. Pettit nuk sugjeron ndërhyrje artificiale, por përshkrimi i tij funksionon si listë specifikimeve teknike dhe hëna i plotëson të gjitha. A mendoni se kjo mund të jetë diçka tjetër veç rastësie? A mendoni se kur kombinoni ujin polar, titanin korrosor, orbitën rrethore, stabiliteti aksel, pozicionin optimal për vëzhgim dhe mbrojtje, lista e funksioneve praktike bëhet aq e gjatë sa rastësia bie ndesh me intuitat tona të gjera statistikore? Ka një argument final shkencor, ndoshta ai me peshën më të madhe intelektuale, dhe e kam lënë për fund me qëllim. Ka të bëjë me atë që fizikanët e quajnë fine-tuning problem, problemi i sintonizimit të imët dhe lidhjen e tij me hënën. Universi ynë ka konstante fizike shumë specifike, konstantja gravitacionale, konstantja e strukturës fine, masa e elektronit, forca e interaksionit të fortë. Nëse ndonjëra prej tyre do të ishte paksa e ndryshme, qoftë deri në 1/1.000.000, universi nuk do të kishte prodhuar yje, planet, atom kompleks ose jetë. Fizikanët e quajnë këtë fine-tuning të universit. Dhe debatojnë mbi kuptimin e tij, rastësi supreme, selekcioni me shumë universe ose dizajn. Hëna ka problem analogjik fine-tuningu në nivel lokal. Jo konstante universale, por parametra specifike të vendosjes dhe madhësisë dhe kompozimit të saj, të gjitha të koordinuara brenda diapazonit të ngushtë ku bëjnë atë që bëjnë. Saktësisht, si konstantet universale të fizikës janë shumë të mira për të qenë rastësi për kozmologët, po kështu parametrat e hënës janë shumë të mira për të qenë rastësi për astronomët e kujdesshëm. Fizikani Lee Smolin nga Perimeter Institute i Waterloo-it, Ontario, njëri nga mendjet më origjinale të fizikës teorike bashkohore dhe autori The Trouble with Physics, ka thënë se fine-tuning problemi i universit dhe fine-tuning problemi i sistemeve individuale planetare janë pyetje të njëjtit lloj dhe asnjëra nuk ka zgjidhje të plotë brenda fizikës aktuale. Pyetje të njëjtit lloj. Nëse fine-tuningu i universit merr vëmendje të madhe filozofike dhe shkencore, pse fine-tuningu i hënës son nuk merr të njëjtën vëmendje? Dalimi nuk është logjik, është institucional. Kemi arritur në pikën ku duhet të bëjmë diçka të vështirë, të qëndrojmë brenda pasigurisë me ndershmëri. Kjo është ndoshta aftësia më e vështirë intelektuale, të mos kërkon mbyllje ku nuk ka. Njeriu ka neveri biologjike ndaj pasigurisë. Truri ynë preferon përgjigje të gabuara ndaj pasigurisë së ndershme. Ky tendencë ka vlerë evolucionare. Vendimi i shpejtë mbi rrezikun ka shpëtuar jetë, por shkenca kërkon kundëraren e kësaj tendence. Aftësim për të qëndruar i rehatshëm brenda nuk e dim. Hëna është objekt brenda të cilit nuk e dim është i madh dhe real. Nuk dim me siguri si u formua, nuk dim si e ka titanin e tepërt, nuk dim çfarë shkakton dridhjet e zgjatura sizmike, nuk dim çfarë qëndron brenda kaviteteve të Nakamuras, nuk dim pse orbita e saj është kaq e rregulluar, nuk dim pse magnetizmi antik te i kalon kapacitetin e bërthamës saj. 6 nuk e dim të mëdha, jo për objekt të parëndësishëm, por për bashkëshokun më të afërt kozmik të tokës, objektin pa të cilin ne ndoshta nuk do të ekzistonim. Dhe pastaj ekziston pyetja e 7, ajo që mbullon të gjitha të tjerat. A e kemi hetuar mjaftueshëm? Me 25 herë rrugtimin drejt hënës nëpërmjet misioneve Apollo dhe pasbulimeve, me kamerat e orbitës dhe retroreflektorët, me 30 vite analizë sizmike nga Nakamura, a kemi bërë mjaftueshëm? Përgjigja e ndershme është jo. Kemi mbledhur të dhëna parsole dhe pastaj kemi hequr dorë nga financimi sistematik.
Kemi hapur dritaren dhe pastaj e kemi mbyllur para se të shikojmë plotësisht çfarë qëndronte jashtë. Çfarë do të ndodhte nëse do të investonim seriozisht, jo simbolikisht, në hetimin e anomalive hënore? Çfarë do të gjenim? Ndoshta shpjegime natyrore elegante që zgjidhni të gjitha enigmat brenda modeleve ekzistuese. Ndoshta konfirmin të kaviteteve të mëdha dhe pyetje edhe më radikale. Ndoshta diçka tjetër krejtësisht, diçka e paparashikueshme, por me siguri do të dinim më shumë nga sa dim sot. Dhe dia, edhe kur është shqetësuese, është gjithmonë e preferueshme ndaj ignorancës elegante. Çdo natë kur e shikoni hënën, dini tani se shikoni objekt mbi të cilin ende nuk kemi dhënë përgjigje të plota dhe të qëndrueshme shkencore. Shikoni objekt që ka mbrojtur evolucionin tuaj, stabilizuar klimën tuaj, drejtuar parardhësit tuaj biologjik drejt tokës, mësuar parardhësit tuaj njerëzor të matin kohën. Shikoni objekt që është statistikisht pothuajse i pamundur, dhe megjithatë është aty, çdo natë, i qetë dhe i bardhë dhe i plot. Ndoshta është rastësi supreme e universit, fituesi i pamundur i lotarisë kozmike. Ndoshta është gjurmë e dikujt tjetër, dikujt që erdhi para nesh, projektoi dhe u largua. Ndoshta është diçka krejtësisht tjetër, diçka që as e kemi imagjinuar ende, diçka që do të kërkoj paradigmë të re shkencore për ta kuptuar. Të trija mundësit janë të hapura, asnjëra nuk është mbyllur. Por ajo çfarë nuk mund të thotë shkenca, me ndershmëri, është se pyetja është zgjidhur. Pyetja është plotësisht e hapur, dhe çdo njeri i cili shikon hënën sonte me këtë vetdije, bëhet pjesë e hetimit, bëhet vëzhgues, bëhet shkencëtar. Pyetja e vërtet nuk është, a e fsheh NASA diçka? Pyetja e vërtet është, a kemi ne, si specie, guximin për ta shikuar hënën me sy të hapur dhe për ta pranuar se nuk e dim çfarë është? Sepse nëse kemi atë guxim, atëherë mund të fillojmë ta kuptojmë me të vërtetë. Dhe nëse jo, atëherë ajo objekt i bardhë do të vazhdojë të rrijë atje, i qetë dhe i bindshëm, duke mbajtur sekretet e veta miliarda vjet të tjera. Deri kur? Ju cilët mendoni, a ishte hëna gjithmonë aty, apo u vendos atje? A janë 6 anomalit rastësi kozmike, apo modeli qëllimshëm? Dhe nëse dikush e vendosi atje, a u largua, apo janë ende duke shikuar? Vazhdoni të ngrini syt lart, mos ndaloni kur të pyesni, sepse çdo herë që shikoni hënën dhe ndiheni të hutuar, universi bëhet pak më i ndërgjegjshëm ndaj vetvetes.